krijimin e spoteve, me krijimin e instalacioneve, me krijimin e konferencave që më vonë Sindi do ta thotë një kontribut akademik shumë i vyer. Pra ka persona, siç jemi edhe ne, që çdo ditë mundohemi të bëjmë diçka që ky zjarr i protestës mos të shuhet deri në fitoren kundrejt atij që ne e quajmë neodiktatori që është kryeministri i vendit. Fitore çfarë do thotë Sindi? Pra largimi i Ramës edhe kaq apo çfarë? Cilat janë kërkesat? T'ia serojmë një opinionin publik. Atëherë kërkesa më direkte dhe qartë nga protesta është që kryeministri të jap dorëheqjen. Madje edhe gjithë qeveria që kanë përfshirje dhe kontribut negativ në këtë sistem ku ne ndodhemi sot, pikërisht edhe Gerti e shpjegoi shumë bukur pse ne jemi aty sot është që kemi një emërues të përbashkët. Pra të gjithë ne jemi të huaj, por të njohur me njëri tjetrin dhe familjar me njëri tjetrin sepse kemi vuajtje të përbashkëta. Si ata të diasporës që kanë ikur jashtë për shkak të atyre situatave që këtu nuk na kanë dhënë mundësinë që të japim kontributin dhe vazhdon të jetë ende sot, pra gjithaj kapital që ne kemi si financiar, si burime njerëzore, si kapitali dijes, janë të lënë jashtë Shqipërisë dhe nuk japin dot kontribut këtu, sepse mekanizmat që janë në Shqipëri nuk e ofrojnë këtë potencial për ne. Por dhe shqiptarët tu që kanë jetën e përditshme me vuajtje të pafundme, vazhdojnë që të kenë probleme të tilla. Por, pra, kërkesa kryesore është dorëheqja. Por, unë mendoj se kemi një fitore të jashtëzakonshme që tani në këtë moment që flasim, dhe nuk e lidh fare më me numrin se sa janë në shesh, apo bie numri është i lartë. Numri është i lartë, nuk ka rëndësi. Një ditë mund të jetë pak më i ulur, një ditë pak më i lartë, po konstantja është e lartë. Konstante është jashtëzakonisht e lartë dhe fitoria jonë është fakti, sidomos për brezin e ri, që janë ndërgjegjësuar dhe janë përfshirë në mënyrë shumë politika. Madje unë jam surprizuar nga aftësitë e brezit të ri se si po mësojnë nga kjo situatë gjatë gjithë kohës, sepse ne të gjithë ishim shumë të surprizuar me çfarë po ndodh dhe prandaj thash ka një transformim nga një ndjenjë emocionale, po kthehet tashmë në një ndërgjegjësim edhe politik për shqiptarët dhe të rinjtë të përfshirë dhe shumë të informuar, që është shumë... Do vijoni edhe gjatë gushtit, jemi pak ditë nga muaji gusht. Ka ndonjë diskutim për të bërë një lloj pauze për të rikthyer në shtator apo jo? Jo, nuk besoj që do të ketë pauzë. Mendoj që do të vazhdojmë të jemi prezent edhe në forma të ndryshme, me çfarë do lloj kontributi, edhe ata që janë në media sociale, ata që krijojnë nisma, që mobilizohen me njëri tjetrin, krijojnë aleanca qytetare, të gjitha këto do vazhdojnë, mendoj në mënyrë konstante. Gert, çfarë ndodh nëse Rama nuk i jep dorëheqjen? Ai ka thënë që nuk ka një plan të tillë. Unë kisha të ftuar një deputet të Partisë Socialiste dhe tha zgjedhje jashtëzakonshme ose parakohshme nuk janë diskutuar fare te ne. Pa diskutim që Rama nuk e mendon ta japi dorëheqjen. Ai ka krijuar një oktapod miliardë dollarësh. Ajo pjovra e famshme që dikur kemi parë në televizionet italiane, sot është aktuale këtu, me shoqëritë sekrete, me oligarkët, me njerëz që përfitojnë nga buxheti i shtetit, me politikanë që zgjidhen apo deputetë që zgjidhen nga bandat kriminale, se duket bandat kriminale klishe, por realisht janë forca që kanë autoritetin e tyre në zona të caktuara, po edhe në mbar Shqipërinë. Dhe ti kërkosh që ta zhbëj këtë gjë, pa diskutim që është e rëndë, dhe ai nuk tërhiqet. Presioni duhet të jetë shumë herë më i madh se sa që ja kemi bërë këto 60 ditë. Nga ana tjetër, që kjo do të shkojë në dorëheqje, do të shkojë patjetër dhe në ikjen e Ramës. Edhe pse Ramës i duket sikur ne po e heqim në të njëjtin moment me Berishën, që deri më dia ai Berishën e quante të vjetër, po para protestuesve Rama është shumë herë më i vjetër se sa Berisha. Pra mund të jetë më i ri se Berisha për atë çka ofroi deri më tani, po përpara protestuesve, përpara gjeneratës Z, përpara revolucionit flamingove, Rama është një i vjetër, një i kalbur, një person që nuk ka çofron më përveç propagandës me besë nga një i pa besë dhe ciklin e ka të mbyllur, që do të thotë kjo luftë 60 ditore ka kaluar në luftë durimi dhe në luftë patjetër idesh dhe mekanizmash, që ta heqësh nuk duhet vetëm të shkosh dhe të jesh aty, po kallëzimet e përditshme, kallëzimet që vinë për shumë sektor, denoncime, takime me europarlamentar, ndihma që mund t'japin organizma ndërkombëtar, qoftë ato që mbrojnë gazetarin, qoftë ambasadat, qoftë konsulatat, qoftë partnerët si NATO ose BE-ja apo partnerët amerikan, që në fund ditës kanë interesa gjeopolitike shumë herë më të mëdha se sa një kryeministër që ka rënë prej edhe korrupsionit ndërkombëtar. Si imagjinoni, diskutohet nga senatori amerikan që hetohet Edi Rama, kryeministri i vendit, për lidhjet që mund të ketë me narkotrafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike si kokaina. Kjo është një ndër situatat më të rënda.
Pra është i dyti që diskutohet për të. I pari është Sanchez në Spanjë dhe i dyti është Edi Rama, që të merret në hetim. Sanchez i e ka me bashortën, pra histori bashortja ti. Pa diskutim. Dhe këto janë situata të mase të rënda, po kujt i japin kapital? I japin kapital protestuesve, njerëzve që janë aty dhe e mbrojnë qasjen e tyre që kjo gjë nuk mund të vazhdojë më. Pra ka nisur një luftë durimi. Kam edhe një pyetje që është si tezat, pra jam përpjekur që ditën e sotme të bëjmë bisedë me ato tezat që qarkullojnë në rrjetet sociale edhe nga ata që janë kritik. Pra ka marrësi ata që janë pro dhe ata që janë kritik. Unë jam pro, po flas tani edhe për zërin kritik. Berisha fshihet pas protestës, qëndron apo jo? Në që aspekt duhem pyetur ato skeptik dhe nëse mund t'i bëjmë një analizë. Nëse i keni hasur dhe ju. Pa diskutim. Unë mund të sjell edhe disa pyetje të tjera skeptike ose dashakeqëse që janë, po mund të jenë edhe nga mungesa e informacionit. Pra, Berisha fshihet pas protestës. Le të themi si nisi kjo gjë. Kjo nisi nga ai momenti tërheqjes Zvarr në Zvërnes, që ishte një moment që krijoi një ndinjat të mase të madhe te çdo kush që ishte tërhequr Zvarr në zyrat e shtetit. Për një kallëzim, për një padi, për një situatë në universitet. Gjithçka, pra se ne kemi vite, kemi ndërtuar jetën këtu. Unë jam familjar, kam punuar në sektor të ndryshëm, po ju e keni jetuar në dimensionin tuaj, si nga ana tjetër, pre emigrimit, larg familjes, pra secili ka një histori tërheqjeje Zvarr. Dhe në momentin që erdhi ajo gjë atje, shpërtheu. Nga ky moment, gjithçka tjetër ka vazhduar me dy thirrje, Rama-Burg, Berisha-Burg. Dhe nuk e marrim Burgun si sistem penitenciar, se pa diskutim, ne nuk jemi establishmenti Enver Hoxhës dhe kemi ardhur tani këtu të bëjmë drejtësi komuniste. Jo. Drejtësia do bëhet nga organet e drejtësisë. Dhe nëse Rama duhet merret në hetim, ne themi duhet merret në hetim për X padi që janë bërë aty, nuk e themi anabulla, nuk e themi në mënyrë abstrakte. Nga ana tjetër kur themi Berisha-Burg, nuk themi që Spaku të ndërmarrë jetime siç i ka ndërmarrë dhe ai ka akuza, por Burg është djegja politike. Pra, ikja nga skena politike sepse ka dëmtuar një opozitarizëm që nga ana tjetër duhet ishte poli që duhet i jepte shpresë, sepse njerëzit janë mësuar me këtë dualitet. Pa diskutim, janë mësuar me dualitetin, ka të bardhë por ka të zezë, ka dritë dhe ka errësirë, ka zot e ka djallë. Dhe nga ana tjetër njerëzit janë mësuar me pozitë dhe opozitë. Momenti që një person të shkatron opozitën, pa diskutim që duhet të digjet dhe kjo Berisha-Burg është kundër tij. Për këtë arsye nuk është e besueshme dhe nuk qëndron hipoteza që pas këtyre protestave është Berisha, po mund të jetë Berisha përmes nxitjes së aktivistëve të tij që t'i sjellë aty, përmes ndonjë kallëzimi që Gjoja e bën. Po nga ana tjetër ne kemi parë që nëse në Maqedoni Zoran Zaev nxorri përgjimet e Gruesit, ndër përgjimet më të rënda për ta goditur, Berisha jo vetëm që nuk e ka goditur me asnjë formë përgjimi apo demaskimi pushtetin që është aty, po mundësisht ka pas edhe hipoteza dhe diskutime dhe dyshime që mund të ketë bashkëpunuar në shumë plane të tjera. 2 javë e para nuk kuptoi kush ishte kush. Ishte madje kritik. Ishte kritik edhe ishin në një gjatësi. E quanin histeri kolektive. Dhe thoni që shqyqyshi na erdhi se edhe unë dikur kam dashur ta jap Sazanin, e nga ana tjetër thoshte Zvërneci është investim privat, pavarësisht se është prej falsifikimeve dhe sot personi që ka pjesën ndërmuese të tokës është në hetim ndërkombëtar për lëndë narkotike, që dije që iku nga këtu me 2 vrasje mbi shpinë. Pra Artur Sheu është personi që ka gjithë kusuret e asaj toke aty. Dhe ishte pikë kontakti me familjen e Rama dhe me Ramën kryeministër. Pra, në momenti që ti ke këtë situatë dhe ti mbron këtë lloj investimi privat, që është në një terr informativ që s'ka konsultim, atëherë pa diskutim që ti je nga ana Ramës dhe me drejt protestuesit shpesh herë thon, këto janë bashk, sepse kanë parë plot situata të tjera ku ato janë gjendur bashk. Por a ka interes Berisha që Rama tik, po më patjetër mund të ketë, sepse në fund ditës janë interesat e qeverisë. Që nuk është ai boshti ose nukli thelbësor i kësaj gjëje, pa diskutim që nuk është. Pyetje të tjera skeptike ka për shembull kur thon, po mirë, iku, kush do të vi? E me shaka unë ja kthej ndonjëherë them që në fillim për çdo që ka punuar pak tok, është e vështirë të shkullish barin e keq, se bari i keq ka rrënjë edhe që vazhdojnë edhe të duhet shumë kohë, a për të mbjellë një trëndafil. Për mbjelljen e trëndafil është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Që do thotë ne nuk duhet t'i mbajmë shpresat vetëm tek këto element politik që kemi parë, sepse duhet thënë politika nuk e ka lënë elementin e ri të dominojë ose të jetë, sepse e ka lënë siç ka dash. Siç ka dashur. Forumet rinore i ka shkretuar. Zërin e forumeve të gruas e ka shkretuar, ka lënë kë ka dashur aty.
debatin midis partisë ose për çështje idealit partisë ose frymën e majt, frymën e djathtë e ka zeruar, pra të gjithë kanë një frymë që është frymë pragmatiste, kapitaliste, nuk është se ka ideologji të majt, ideologji social-demokrate, apo ideologji konservatore, apo liberale. Që do të thotë, këto elementë që janë me një farë formimi nuk kanë arritur të vinë deri aty që sot të jenë shpresat, të jenë pamja, të jetë zëri, të jetë figura për një të ardhme. Kështu që është krejt e thjesht të largosh një këtë, pra po themi e thjesht në formën që ta heqim dhe pastaj gjëja që për të zgjedhur një tjetër do të vi me patjetër dhe njerëzit nuk duhet mësohen me po pse nuk po del dikush, pse nuk po del një person që të marrë drejtimin dhe të thotë që shikon nëse ikën Rama do të vi unë. Jo, nuk është kjo. Sepse kjo protestë nuk u soll nga një kokë, dhe çdo kokë që do dalë është një kokë që mund të pritet, në sensin figurativ të fjalës, sepse kërkon protagonizëm të panevojshëm. Nëse një kokë do të na sillte deri këtu, pa diskutim ajo kokë do meritonte të ndiqej dhe të kishte i thar deri në zgjedhjen e tij si kryeministër. Por jo, e kanë tentuar partitë e vogla, e kanë tentuar element brenda forcave dhe nuk ja kanë arritur. Koka vetëm është koka e revolucionit flamingove, pra një grup njerëzish që po kërkon të krijojë sistem. Dhe nga ana tjetër unë i pyes dhe i them, njihni ndonjë politikan në Zvicër? Asnjë nuk di të thonë. Sistemi është më i fortë. A njihni sisteme në Zvicër që funksionojnë? Qëti sistemi i orave apo sistemi bankar e merr me radhë, sa sistemi shëndetësor, sistemi social, sistemi politik. Shtet gjysmë ushtarak. Pra ne po duam të krijojmë një çark që nëse vjen Gerdi ose nëse vjen tjetri dhe ka një ideologji ose ka një mënyrë veprimi të gabuar, çarku ta zëri dhe thotë që shiko, ky është limiti yt. Duke nisur me atë limitin që unë i qëndroj shumë, që është limiti i mandatimit dy mandate total. Që them që është patjetër për të vënë funksion. Jo aty, por në federata, në universitete, në dekanate, në arsim, qoftë arsim fillor, qoftë arsim të mesëm. Të shtrihet në çdo qelisë, po thua. Pa diskutim, sepse vetvete riciklimi i jetës ky është. Në momentin që një brez vjen, ka mundësi që të shpalos vizionin. Dhe sot çfarë kemi? Kemi përplasje brezash. Gjenerata Z që përplaset me gjeneratën Rama duhet jetë baby boomers, mos gaboj, me vitet që ka. Llogaritë sa larg. Ka një gjenerat vjeçare, millennials, që unë bëj pjesë e këto se jam i 91-shit. Pra, përplaset një gjenerat midis me gjeneratën tjetër. Jemi shumë larg. Ato duhet përplaseshin me ne, po jo me gjeneratën e Ramës që duhet ishte ikur. Sindi, thirrja e Ramës për të dialoguar dhe më jep një koment për Besën. Pra, me flamingot jam gati të flas, jo me sorrat, ka thënë disa herë. Patjetër Besa ishte një tjetër fabulë e radhës, për më tepër me zgjedhjen interesante të fjalës Besa, që është pikërisht ajo që ne e kemi një nga vlerat morale të shqiptarëve, është një term shumë i gjerë që nuk mund ta shpjegojmë tani, do të duhet që në ditë të tëra, ka konotacione nga më të ndryshmet, por është një vlerë që ne e ruajmë si një traditë të mirë shqiptare dhe që të keq përdoret me qëllim propagande është në fakt për të ardhur keq. Është e tjetër tentativ, nuk pash asnjë lloj reagimi që të ishte në formë që të jepte një zgjidhje situatës. Pash disa tentativa për të na përshkruar si një popull që kemi shumë pritshmëri, por jo mungesa, një popull që po kërkon më shumë se ç'duhet, sepse në fakt gjërat i kemi super. Thjesht këto janë disa lukse ekstra që ne kërkojmë në protestë. Pra ishte një tjetër tentativ shumë nuk solli asnjë reagim pozitiv. Është folur në grupin koordinues për të hyrë në një lloj negociate me kryeministrin apo jo? Është e mbyllur direkt. Negociatat nuk kanë vend më. Pra ka ardhur momenti që o jepet dorëheqja, o jepet një sqarim që ka të bëjë me çfarë duhet të ndryshojmë dhe si duhet ta zgjidhim këtë moment. Të vetmet reagime që ne kemi nga qeveria janë shumë reagime të cilat kanë tentuar gjithmonë të zbehin protestën, që nga fillimi janë atakuar persona, individ, që në asnjë vend të botës nuk mund të atakosh një person, një qytetar shqiptar që ka të drejtën e gjithë botës, jo vetëm për të protestuar, por për të denoncuar, për t'u vënë kundra sistemet, sepse jetojmë në demokraci, pavarësisht se këtu është një demokraci fiktive, por reagimet kanë qenë, domethënë, të një sistemi që vazhdon që të uli, të shtypi shqiptarët madje të fusë përçarje midis tyre, që është jashtëzakonisht larg çdo lloj logjike. Pra përçarjet sidomos unë e shoh që kanë qenë